si thoni jo, a ja vlen që të bëhen 2 ditë pushim në Ksamil? Patjetër që ja vlen, por nuk mjaftojnë 2 ditë, duhet të paktën 3-4 ditë. Ja çfarë pamje mrekullueshme, çfarë deti, çfarë ujë. Dhe patjetër që dora e Ksamilit dhe njerëzit në radhë që presin të bëjnë fotografi. Edhe unë do futesh në radhë, po kush pret aty tani 1 orë që të bëj fotografi aty? Përshëndes nga Maldivi e Evropës, nga Ksamili. Mos më thoni nuk më don asnjëri, nuk më thoni nuk më dashuron askush. Së pari do të duash të dashurosh veten tënde dhe për këtë patjetër që vetes duhet t'i bësh një dhuratë, dhurata më e mirë është disa ditë pushim në Ksamil. Nuk është aq absurde sa që flasin njerëzit dhe sa që thojnë njerëzit, jo zoti i madh është kaq shtrenjtë, jo zoti i madh nuk shkohet, jo duhet kaq lek, jo duhet aq lek. Nuk është nevojë të rish në një hotel luks, mund të rish në hotel të thjeshtë, që mund të marrësh një dhomë me 3 veta. Unë një të tillë gjeta, jo shumë larg Bregdetit, dhe pikërisht jam tek plazhet më famoze, më të njohura të Ksamilit, pra tek Poda, dhe shikojmë që këto deti, rëra, ambienti flet vet. Do të argëtoni për darkë, ja ku jeni këto, me qindra njerëz, DJ, muzik, pafund, dhe në mëngjes nuk është nevojë të shkoni askund, veç se thjesht të fusni këmbët në këtë ujë të pastër të Ksamilit, të bëni një notë të freskët në mëngjes, qoftë edhe në darkë kur të bijë hëna, është e maniqme, dhe të reaksoni veten. Për sa i përket Ksamilit, kam parë shumë video ku disa thonë që është shumë shtrenjtë, disa thonë atje nuk shkohet, atje është katastrofe këtej andej. Jo, unë thash kam paguar 35 euro natën për hotel, sepse e kam zënë 3 veta, kemi zënë një dhomë. 35 euro natën, por së bashku me mëngjesin, dhoma tepër e pastër, tepër komfore, që kanë fjetur shumë rehat, me një banjë të mrekullueshme, me fushën e dhëmbëve, me shampuan, me gjithçka, mëngjesi tradicional fantastik, dhe patjetër që shezonkun e kemi marrë 2 veta, 15 euro më fal, kishte edhe 20, por ka edhe më shtrenjtë, më të shtrenjtë janë këto shtëpizat aty që janë 60 euro. Unë nuk e kam ekonominë që ta marr ato, nuk e kam ekonominë që të paguaj 60-70 euro për një shtëpiz, megjithëse po ta kisha do t'ja jepja, sepse një herë kam ardhur në jetë dhe nuk do vi më, por nuk ma mban buxheti, por mjafton që të marrësh me 2 shezonke me një çadër, 15 euro e mjaftueshme, po që të hash dhe të pish, mund të zgjedhësh një vend që mos të jetë shumë i shtrenjtë, sepse ka çdo lloj çmimi, por ka edhe çmime që mund të jetë afër të barabarta me çmimet në Durrës dhe në Tiranë. Pra nëse atje në sallatë marrim me 3 euro, këtu mund ta gjesh edhe me 4 euro e gjys. Qoftë as një birë atje e pin me 2 euro. Edhe këtu ka vende, jo në Bregdet, që mund ta pish 3 euro, 4 euro. Unë gjeta një të tillë për shembull. Por këtu gjotën të do pish në plazh, ato që e konsumojnë alkoolin, patjetër që një birë ke 6 euro, 7 euro, diskutohet. Por në vende të tjera koktejli ke edhe me 5 euro. Është fantastike. A keni rënë ndonjëherë në dashuri me shikimin e parë? Nëse nuk keni rënë, atëherë është rasti ta provoni, ashtu siç e provova dhe unë. Sepse Ksamili është një dashuri me shikim të parë. Ka vende që vizitohen dhe harrohen, por ka edhe vende që mbeten në zemër për gjithmonë. Ksamili është pikërisht një prej tyre. Këtu deti nuk është thjesht i kaltër, ai vishet me nuanca turkeze që të lënë pa fjalë. Çdo vale që prek detin duket sikur të fton të qëndrosh edhe pak më gjatë. Plazhet e bardha, xhiret e vegjël romantik dhe ishujt që duken sikur notojnë mbi kristal e bëjnë Ksamilin një parajs të vërtet mesdhetare. Kur dielli perëndon, qielli ndizet me ngjyra të arta e portokalli, ndërsa deti pasqyron një pamje që të duket e pabesueshme. Është ai moment kur kupton se disa kujtime nuk fotografohen dot, por ruhen përgjithmonë në shpirt. Ksamili nuk është thjesht një destinacion turistik, është një ndjenjë, një vend ku natyra, qetësia dhe bukuria bashkohen për të krijuar një përvojë që të bën të dashurohesh me çdo hap, me çdo pamje dhe me çdo frymëmarrje. Ksamili është një nga destinacionet turistike më të njohura në Shqipëri, gjendet pranë parkut kombëtar të Butrintit. I famshëm për plazhet me rërë të bardhë, ujërat kristal të kaltër dhe ishujt piktoreskë pranë Bregdetit. Ksamili tërheq çdo vit mijëra vizitorë nga e gjithë bota. Bukuria natyrore,
shteti me ngjyra turkeze, mundësi të përnot, lundrim dhe eksplorim të ishujve e bëjnë Ksamilin një pikë turistike unike në Rivierën shqiptare. Kombinimi i natyrës së paprekur, historisë së afërt të Butrintit dhe mikpritjes vendase krijon një përvojë të paharrueshme për turistët. Nëse ekziston një cep parajse në brigjet shqiptare, shumë kush do të thoshte se ai quhet Ksamil.
Ja, kjo është ajo dora e famshme këtu në Ksamil, ku të gjithë turistët e vendit të huaj bëjnë fotografi. Shikoni çfarë radhe ka. Por ja vlen se me të vërtetë ka një pamje fantastike. Ja shikoni, mbrapa perëndon dielli, deti është shumë i pastër, rëra është si një seshte dhe ja vlen. Për mendimin tim, plazhe të tilla, të vogla, të bukura, ku janë të hapura për të gjithë, kanë më shumë vlerë se ato resortet e mëdha gjigante, ku njerëzit e thjesht populli nuk do mundet të vizitoj e jo më të bëj pushime. Ksamili është një perlë në vete.